بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. Kur është pyet Hudhaifja për munafikin, ka thonë, nëse dikush ka lutje të pranume dhe thotë o Allah shkatroj munafikin që janë në Medinë, thotë tutna që ishit tut me dal në rrugë se kishin me të thotë. Në Medinë. Thotë tutna që jo, s'kishin dalë më në rrugë se ishin më thotë rrugët, ishit tut. Apo s'ka kërkosh hiç. Kjo pak është ndoshta formën e stërmadhimit apo po me tregu që edhe në Medinë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe në kohën e Omerit radhiyallahu anhu ka pas munafikin, të cilët me të jashtëm janë konë me ty, me fjalë janë konë shumë të ëmbël, ndërsa e mbrëmshme ato në konë mlef dhe urrëtie ndaj fesë Allahut azza wa jall. E nifaku shkon dhe troket zemrën e secilit prej neve. I qelet zemra hen atë. Edhe pastaj mbyllet dhe vuloset ajo zemër. Që do të thotë se nuk ka procesin na kena pështu prej një fakut. Jo. E shehti vetën, të rëndohet namazi, dhikri, tik namazi sabat me xhamat, as se ki gajle. Për një interes më të vogël, e më sheft vërtetën, bile dhe e thu të pa vërtetën, rran. Për një interes të vogël, e thëm premtimin. Për një interes të vogël, dynjes, ja këthen shpinë ati që ki përfitu për e ti, po tash dikush tjetër ka ofru diçka ma shumë, ato të parin e len. Që po dënë ti mu ndryshe, dhe më thonë. Ky një faku, ja ka nis, ka daldale për depërtën djathas, majtas, kështu, hën një faku në zemër. Mos mendoj që një ditë që është dhe thuja, pejgamberi sukoni skaksja, po kupton? Këta janë munafikin të cilët nuk kanë hyrë kur në islam, po ka dhe një doze një fakut dhe munafikinve që kanë hyrë fillimisht në islam, ka dhe në transmitime diçka e tillë, por ende nuk janë stabilizu dhe kanë pranu që të ketë në zemër atë në çastje një faku deri sa ja ka mujt një faku dhe كان منافقا خالصا ومن كان فيه شعبة منه كان فيه شعبة من نفاق حتى يدعها كذا pejgamberi sa. Kur dikush i ka këtu katër cilësi që dihet se janë të munafikinëve të kullum, ka thonë kush prej tyre ka një cilësi, gënjeshtrën, mos mbajtjen e fjalës dhe kështu me radhë, debatin dhe shpërthimin debat, teprimin dhe kështu me radhë, kush i ka këtu, në bazë saj ka një fak në zemrën e tij. I ka krejt, ka një fak full në zemrën e tij, Allah na rujt. Ja bashkangjet kësaj mos interesime për me mësu dhe me praktiku fen. Ja bashkangjet kësaj dozën që në jetën e tij ka tallje, hajgare, s'po them me fe, se me fe kuptohet që është kufër. Po dhe në çështje tjera nuk ka pikë serioziteti në jetën e tij. Tani edhe e nga një këshill shumë për ekse taj nuk ja lën shaj. E nga një qërtim nuk ja lën shaj. Qështu zemrat tina thith një fakun ka daldale deri sa të mbyllët ajo me një fak, si që ka në hadith në Hudhaifës dhe të Abu Hurairës, të Imam Muslimi në sahihun e tij, hatta yasira al-qalbu mirbadan kalkuzi mujakhia, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Deri sa të rrotullohet zemra sikur se kur e kthen anën mrapsht, gotën mrapsht, nuk depërton mua aty uji e as dobia. Pse? Se është rrotullu dhe është mbyll zemra, Allah azza wa jalla na rujt.